Një studim i fundit i kryer nga Universiteti Carlos III në Madrid dhe Universiteti Rovira i Virgjilit të Barcelonës përcaktoi se 90% e popullsisë klasifikohet në bazë të 4 lloje të personaliteteve: pesimist, optimist, të sigurt dhe ziliqar. Grupi i fundit përbën respektivisht 30% të popullsisë. Të jesh xheloz është një ndjenjë shumë e zakonshme, siç konfirmohet nga ky studim. Po ashtu, studimi na ndihmon për të kuptuar njerëzit të cilët janë ziliqar, të cilët kanë 8 karakteristika. Së pari, janë gjithmonë kritik për personat që i rrethojnë. Kalojnë shumë kohë në rrjetet sociale. Miqt i kanë braktisur. Provojnë shpesh ndjenja negative. Kanë tendencën për të bërë gjithmonë viktimën. Nuk kanë vetbesim. Po ashtu, janë në konkurrencë të përjetshme me personat që i rrethojnë dhe së fundmi i kushtojnë shumë vëmendje komunikimit me të tjerët. Ndaj, nëse keni ndonjë mik me këto cilësi, duhet ta kuptoni se është ziliqar. Mundohuni, pse jo, të shkëputeni prej tij. Deri më 21 gusht të vitit të ardhshëm ka ende shumë kohë, por amerikanët janë paralajmëruar që të jenë gati për një fenomen spektakolar dhe të rrallë, që ndodh një herë në 99 vite. Bëhet fjalë për një eklips total diellor, që do të prek pjesën më të madhe të Shteteve të Bashkuara dhe miliona amerikanë do të jenë dëshmitar të një eventi që quhet i papërshkrueshëm, i paharrueshëm dhe spektakolar. Shkencëtarët kanë përllogaritur zonat që do të preken dhe kozgjatjen e eklipsit. Ai do të nisë në Oregon, rreth orës 10:15 minuta me orën lokale dhe do të vazhdojë në drejtim të lindjes, duke përfunduar në Karolinën e Jugut 1 orë gjysmë më vonë. Eklipsi total do të zgjas në varësi të zonave deri në 2 minuta e 30 sekonda maksimumi. Hera e fundit që në Shtetet e Bashkuara është regjistruar një eklips i plot diellor është data 8 qershor 1918 dhe që në atë kohë studiuesit kishin parashikuar vitin, pasi faqet e para të gazetave të 9 qershorit atij viti hapeshin me titullin "Tjetri ndodh në 2017". Librat, artet, kurset sportive, iPadet janë disa nga elementet që ofrojnë prindrit për të zbavitur dhe për të edukuar fëmijët e tyre. Por çfarë ndodh nëse fëmijët lejohen të mërziten her pas here? Si ndikon kjo në zhvillimin e tyre? Sipas studimeve të kryera që në vitet 1980 në Kanada, fëmijët që ndiqnin televizorin kishin një imagjinat dhe aftësi të menduari shumë më të ulët se fëmijët që nuk shikonin shumë televizor. Imagjinata është një aftësi shumë e rëndësishme, sepse ajo rrit individin dhe ndërton empatin dhe dëshirën për të krijuar ndryshim. Në fakt, kur fëmijët mërziten, kur nuk kanë çfarë të bëjnë, ata i kthehen televizorit apo pajisjeve të tjera digjitale. Nga intervistat e shumta që kanë dhënë profesionist krijues me emër, mërzia ka qenë faktor shumë i rëndësishëm që ka ndihmuar në krijimtarinë e tyre. Shumë shkrimtar dhe shkencëtar kanë treguar se pasioni i tyre ka çelur në fëmijëri, në një moment të mërzie, kur ata nuk kishin çfarë të bënin. Sporti, muzika dhe aktivitetet të tjera të organizuara janë sigurisht në dobi të zhvillimit fizik, kulturor dhe social të fëmijës, por ata po ashtu kanë nevojë për kohë vetëm me veten e tyre, në mënyrë që të kalojnë nga bombardimi botës së jashtme në ndërime, në ndjekje të mendimeve dhe aktiviteteve të tyre, dhe në zbulim të talenteve dhe interesave të tyre personale. Nuk është e thënë se duhet të kesh me patjetër një dell talenti apo intelekti për të përfituar nga mërzia. Për një funksionim dhe mirëqenie mendore, është me shumë rëndësi që mendja të lejohet të endet her pas here. Ndaj,
është e rëndësishme që të mësoni fëmijët tuaj të shijojnë momentin kur vin rrotull kot dhe jo të rriten duke pritur gjithkohës organizime dhe dëfrime nga të tjerët. Shumica e prindërve bien dakord se duan të rrisin fëmijë të zot që mund të ndërmarrin iniciativa dhe të mendojnë për veten, por t'u ambushësh ditën plot me aktivitete nuk ju shërben. Në fakt, këtu nxjerrin ca mësime dhe ne të rriturit. Të fikësh të gjitha pajisjet, të rish pa bërë asnjë gjë dhe ta lësh mendjen të endet është diçka që duhet ta praktikojnë të gjithë. Në vitet e fundit, disa botime shkencore i kanë dhënë rëndësi të veçantë vaktit të mëngjesit, rutinë kjo që ndihmon dhe rrit përqendrimin. Duke ngrënë mëngjesin, fëmijët rrisin performancën e tyre në shkollë. Studimi i fundit i kryer nga Universiteti Cardiff konfirmon se vakti i parë i ditës duhet të jetë i shëndetshëm dhe energjik për një performancë më të mirë në shkollë. Studimi përfshiu 5.000 fëmijë të moshës 9 dhe 11 vjeç. Fëmijët që konsumonin mëngjesin, sipas studiuesve, kanë pasur vlerësimet më të larta se sa ata që nuk e konsumonin. Sipas ekspertëve, mëngjesi duhet të jetë i përshtatshëm për moshën e fëmijës. Për një fëmijë të moshës 6 deri në 10 vjeç, sugjerohet një vakt që ofron rreth 400 kalori. Një frut apo lëngu i freskët, sipas ekspertëve, duhet të jetë i pranishëm në tavolinë. Për fëmijët 11 deri në 18 vjeç, sasia e kalorive në mëngjes duhet të arrijë në 500 deri në 600 kalori. Përfitimet nga konsumimi i mëngjesit tek fëmijët para se të shkojnë në shkollë nuk është konfirmuar vetëm nga shkenca, por edhe nga vetë nënat. Shishet plastike përmbajnë hormone kimike që mund të shkatojnë kancer, diabet dhe autizëm, konfirmojnë shkencëtarët në një studim së fundmi. Kimikatet endokrine që gjenden në këto shishe ndërhyjnë në sistemin hormonal të trupit, duke ndikuar në zhvillimin e tij dhe duke ekspozuar atë ndaj një gamë sëmundjesh shumë të rrezikshme. Por këto kimikate janë gjetur në mijëra produkte të jetës së përditshme, që nga enët prej plastike e ato prej metali, tek detergjentët, lodrat dhe produktet kozmetike. Ato janë përgjegjëse për një sër sëmundjesh neurologjike, ndër të cilat mund të përmendet autizmi. Kimikatet e padukshme, por të rrezikshme, që gjenden në këto produkte shkaktojnë gjithashtu obezitet, diabet, disa lloje kanceri, si dhe infertilitet tek meshkujt. Nëse unaza, byzylyku apo vathët tuaj kanë ndonjë sipërfaqe të njolosur, nuk keni pse t'i lini mënjan me idenë se nuk mund t'i përdorni më. Për bizhuteri të pastra dhe me shkëlqim, provoni produkte të përditshme, shumica e të cilave ju ndoshta tashmë i keni edhe në shtëpi. Dhe një mënyrë është pastrimi me ketchup. Duket pak çuditshëm, por ka rezultate vërtet shumë të mira. Në një tas të vogël, shtoni ketchup. Vendosni në të bizhuteri të cilat kanë humbur shkëlqimin dhe kanë në për të njolla dhe lërini për disa minuta. Nëse ato kanë ndonjë sipërfaqe të gdhendur apo detaje të tjera, përdorni një furçë të vjetër për t'i pastruar me ketchup. Për të shmangur dëmtimin e argjendit, nuk duhet të lihet në një kohë të gjatë në kontakt me ketchupin. Më pas, shpërlajeni bizhuteritë tuaja me ujë të pastër, thajini me një copë bashkë të pastër dhe janë gati për të vendosur sërish. Një mënyrë tjetër është edhe pastrimi me uthull. Në një enë, shtoni gjysmë filxhan uthull dhe 2 lugë sodë buke. Vendosini bizhuteritë në të dhe lërini për rreth 2 ose 3 orë. Shpërlajini më pas me ujë të ftohtë dhe thajini tërësisht me një leckë të butë. Rezultati do të jetë vërtet i kënaqshëm. Mandarina dhe portokalli mund të duken njësoj,
por kjo nuk do të thotë se janë të njëjtë. Teksa portokalli vendoset në krye të familjes së agrumeve, edhe pjesëtar të tjerë meritojnë të njëjtën vëmendje. Midis tyre është edhe mandarina. Ka disa dallime të rëndësishme mes dy frutave që do t'ju ndihmojnë të konsumoni edhe sipas dietës suaj. Kur flasim për portokallin dhe për kaloritë e tij, me bindje themi se ato janë të ulta. Jap se ky frut është zgjedhur nga shumë dietologë si pjesë e sallatave dhe ëmbëlsirave që përdorim. Portokallet janë gjithashtu të mëdha. Kur hahen të papërpunuara, mund të bëhen edhe lëng. Një portokall ka 60 kalori dhe pothuajse të gjitha vijnë nga karbohidratet, duke përfshirë nisë shtenë dhe sheqerin. Kjo do të thotë se portokalli mund t'ju jap energjinë e nevojshme për trupin. Portokallet janë gjithashtu të pasura me fibra dietike. Një portokall i plot përmban 15 gram karbohidrate, të cilat mund t'ju ndihmojnë për një periudhë më të gjatë kohe. Po ashtu, fibrat e portokallit ju ndihmojnë në rregullimin e lëvizjes sysorëve dhe për t'i mbajtur ato në mënyrë të shëndetshme. Përveç kësaj, portokallet kanë 1 gram proteinë dhe më pak se 1 gram yndyrë. Sa për vitaminat, kanë vitaminën C, më të rëndësishme për trupin, së bashku me vitaminat e tjera dhe minerale. Ndërsa portokalli ka 60 kalori, mandarina përmban vetëm 47 kalori. Megjithatë, kjo është për shkak të madhësisë që ajo ka. Sa për karbohidratet, ato kanë 12 gram ose 3 gram më pak se ato të portokalleve. Kanë pothuajse të njëjtën sasi yndyrnash dhe proteinash. Sa për fibrat, nisur nga madhësia, portokalli ka 3 gram, ndërsa mandarina vetëm 2. Po ashtu, edhe mandarinat janë të pasura me vitamin C. Nëse ju jeni në një dietë ose po kontrolloni peshën tuaj, mandarinat janë në fakt një zgjedhje shumë më e mirë sepse kanë më pak kalori. Jeta plot tensione dhe angazhime na bën të konsumojmë shumë shpejt ushqimin, të përtypemi shpejt dhe të mos i kushtojmë vëmendjen e dur ushqimit. Procesi të ngrënit duhet të jetë një ushtrim i vërtet meditimi, i domosdoshëm për të gjetur qetësinë. Kjo është edhe arsye pse është e rëndësishme që të mësojmë të konsumojmë sa më ngadalë ushqimin. Ndaj, konsumoni dhe përtypeni ngadalë ushqimin, sepse kjo gjë ju ndihmon të humni peshë. Një studim i kohëve të fundit shpjegon se përtypja çdo kafshate për të paktën 30 sekonda ka një efekt pozitiv në lidhje me format fizike. Po ashtu, sipas ekspertëve, përtypja ngadalë zvogëlon ndjenjen e urisë dhe në këtë mënyrë mund të ndihmojë në humbje të peshës së tepërt. Konsumimi i ushqimit ngadalë ka një efekt pozitiv edhe në tretje. Duhet të dimë se tretja e mirë fillon nga goja dhe në këtë mënyrë ndihmon edhe punën e stomakut. Kjo është edhe një nga arsyet më të rëndësishme për të ngrënë ngadalë. Ne shpesh harrojmë se konsumimi i ushqimit duhet të jetë një privilegj dhe një kënaqësi. Ngrënia ngadalë dhe përtypja mund të jetë një formë praktike e meditimit. Ndaj, ndihmon edhe për të reduktuar stresin. Kur ju jeni ulur në tavolinë për drekë ose darkë, konsumoni ushqimin pa menduar për ndonjë gjë tjetër. Dhe së fundmi, ushqimi që konsumohet me nxitim dhe përtypet shpejt na jep ndjesinë e ngopjes, por është vetëm e përkohshme dhe brenda një kohe të shkurtër kemi përsëri uri. E mbani mend herën e fundit që keni blerë jesë të rinj. Këta të fundit duhen larë dhe ndëruar më shpesh se sa ju mendoni. Nga pluhurat dhe mikroorganizmat, deri tek lëkurat e vdekura dhe djersa, shqetësimet që mund të shkaktojnë jastëkët e vjetër lidhen jo vetëm me gjumin e parehatshëm, por edhe me shëndetin ton. Një jastëk i keq mund të shkaktojë dhimbje të qafës dhe shpinës, e cila mund të tkurrë trurin tuaj dhe të reduktojë fuqinë e tij. Shumë probleme shëndetësore lidhen me dhimbjen e qafës, dhimbje koke, të përzjera, marramendje, ankth, depresion dhe lodhje. Sipas një studimi të kryer së fundmi, 82% e njerëzve nuk e din se kur është koha për një jastëk të ri.
Për të gjitha ato që deri më sot nuk ngrihen dot nga divani kur vjen puna për të larë, ka një lajm të mirë. Një artikull i fundit i Consumer Report konfirmon tezën sipas së cilës pjatat nuk duhen larë kur me dorë. Përdorni gjithmonë lavapjatën, të paktën për ata që e kanë. Me shumë mundësi, edhe përpara se t'i fusni në të, i kaloni një herë në ujë, pa shkum, por edhe ky zakon duhet hequr. Erdhi koha të bindeni se pjatat nuk lahen më mirë nëse lahen me dorë. Temperatura e ujit të rubinetit zakonisht varion nga e ftohta në të ngrohtë dhe për shkak të konsumit, ky fundi mbaron shpejt, ndërsa lavapjata ka ciklin e vet, sipas së cilit është e programuar se kur duhet ujë ftohtë e kur ai ngrohtë. Kur i lani jenët me dorë, harxhoni më shumë ujë para se të dëmtoni ambientin. Për të gjithave, lavapjata është në favor të rahatisë. Nëse nuk e keni pajisjen për të larë pjatat, ka sërish një mënyrë pa dëmtuar ambientin. Mboshni lavamanin përgjysmë me ujë të nxehtë dhe solucion larës. Futini të gjitha anët aty, lajni me sfungjer dhe më pas shpëlajni me radhë.